Në zemër të Majësisë së Madhe u zhvillua aktiviteti kulturor takimi i lahutarëve shqipfolës, që për të dytin vit radhazi solli në sken lahutarë nga të gjitha trojet ku flitet shqip. Ata risollën tingujt e epikës shqiptare dhe figurat e mëdha të historisë, duke përcjellë mesazhin se ruajtja e lahutës do të thotë ruajtje e shpirtit kombëtar. Zëvendës kryetari i Bashkisë së Majësisë së Madhe tha se ky aktivitet është një thirrje për brezat e rinj që të mos e lënë në harres këtë instrument të lashtë dhe traditën e këngës epike. Tashmë Bashkia e Majësisë së Madhe ka marrë një nisëm dhe po forcon edhe me tej organizimin e eventeve të tilla etnokulturore, siç është edhe Festivali i Lahutës. Duke përshëndetur organizatorët, njëkohësisht edhe institucionin tonë, në emër të kryetarit të Bashkisë Majësisë së Madhe, zotit Tonin Marinaj, ju përshëndes dhe ju falenderoj për praninë tuaj këtu. Ashtu siç kemi kënaqësinë të kemi këtu bashkangjitur dy lojtar më të dëgjuar të Televizionit Majësisë së Madhe, por edhe me zjarr, të madhin Jonis Delaj dhe po kështu edhe të madhin tjetër Petar Shnilaj. Jam mësor, por nuk e di se sa kam mund që të ruaj të vlerë lahutën apo tiujt e sajna, se lahuta është lashtësia jonë. Ky takim kulturor u shndrua në një mbrëmje emocionuese ku publiku u përfshi në atmosferën e odave të dikurshme, duke përjetuar nga afër vargjet epike dhe jehonën e lahutës si një kujtesë e gjallë e rrënjve dhe identitetit tonë kombëtar.